Përshëndetje shenja e Briciapit. Kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Atëherë kjo është një javë ku ju përballeni me të vërteta lirime dhe zgjedhje që prekin shpirtin. Ka plagë që dalin në sipërfaqe, por edhe një forcë të jashtëzakonshme për t'i shëruar ato. Ka lëvizje, por edhe ndalesa të nevojshme. Ka tundim, por edhe çlirim. Kalojmë në gjendjen tuaj personale ku kemi 3 shpatat, kalorësi i kupave, kalorësi i shpatave dhe djalli në të kundërt. Atëherë, në këtë javë duket se hyni me një plagë të hapur emocionale ose me një kujtim që ende ka peshë në zemrën tuaj. 3 shpatat nuk flet gjithmonë për një tradhti. Shpesh flet për një dhimbje që ende nuk është përpunuar plotësisht. Ju mund të ndjeni ose mund të jeni duke kuptuar një të vërtetë që më parë nuk donit ta shihnit. Dhe menjëherë pas kësaj vjen kalorësi i kupave, edhe kjo është zemra juaj që refuzon të bëhet e ftohtë. Pavarësisht të dhimbjes, ju ende ndjeni, ende besoni, ende keni brenda jush mbutësi. Kjo mund të jetë një ofertë emocionale, një ndjenjë që rikthehet ose dëshira juaj për të shprehur atë që keni mbajtur për brenda jush. Më pas kemi kalorësin e shpatave dhe këtu energjia ndryshon. Ju nuk doni më të qëndroni pasiv, ju doni përgjigje, ju doni qartësi, ju mund të thoni diçka që keni shtyrë prej kohësh, ose mund të merrni një vendim të shpejtë që ndryshon drejtimin tuaj në mënyrë të vrrullshme. Kulmi i gjithë kësaj është djalli në të kundërt. Kjo është karta e çlirimit. Ju po dilni nga një lidhje, nga një mendësi, nga një varësi emocionale, psikologjike ose një frikë që ju ka mbajtur të lidhur. Ju po kuptoni se fuqia nuk ishte kurrë jashtë jush, ishte gjithmonë pranë jush. Kartat këshillojnë se ju duhet të jeni të sinqertë me veten tuaj. Mos u ktheni më tek ajo që ju ka mbajtur të lidhur vetëm sepse është e njohur. Liria juaj emocionale fillon në momentin që ju zgjidhni veten tuaj dhe e bëni prioritet. Nga ana intuitive, unë ndjej që treshi i shpatave ka të bëjë, kjo dhimbje emocionale ka të bëjë në lidhje me aferat e dashurisë. Këtë përshtypje më dha në momentin që e pash. Kalojmë në sferën e familjes, ku kemi forca 6 shkopinjt, mbretëresha e kupave dhe 10 monedat. Kjo është një nga sferat më të qëndrueshme dhe më mbështetëse për ju këtë javë. Forca tregon se ju ose një figurë në familje është një shtyllë emocionale, ka mirëkuptim, durim dhe një dashuri që nuk ka nevojë për zhurmë për të qenë e vërtetë, për të thënë më shikoni mua. Pra për tu shfaqur, për tu dukur. 6 shkopinjt sjell njohje dhe krenari. Ju mund të ndiheni të vlerësuar nga familja, ose familja juaj ndjen krenari për ju. Ka një ndjenjë fitoreje që mund të jetë morale, materiale, emocionale. Mbretëresha e kupave është dashuri e pastër emocionale, është empati. Kjo është energjia e dikujt që ju kupton pa fjalë. Mund të jetë një nën, një figurë femërore, ose vetë ju po bëheni më të butë dhe më të hapur, që zakonisht mbretëresha e kupave përfaqësohet nga uji ose nga shenjat e ujit në zodiak. 10 monedat është stabilitet afatgjatë. Kjo është karta e sigurisë familjare, e rrënjve, e ndjenjës unë kam një vend ku i përkas. Dhe gjithashtu kartat këshillojnë që ju duhet të lejoni veten të merrni mbështetje. Nuk keni pse të jeni gjithmonë të fortë dhe vetëm. Familja ose një figurë e afërt është një burim shërimi për ju këtë javë.
Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi kalor si shkopinjve, gjykimi, heremiti dhe të dashuruarit. Kjo duket një sferë më intensive dhe më vendimtare gjatë kësaj jave. Kalor si shkopinjve sjell pasion, lëvizje, kthime ose një person që hyn me energji të fortë në jetën tuaj. Ky është dikush që nuk është indiferent ndaj jush, ka tërheqje, ka zjarr, por gjithashtu ka edhe paqëndrueshmëri. Më pas kemi gjykimin dhe kjo është karta e zgjimit, një e vërtet del në sipërfaqe. Një person mund të rikthehet, një bisedë mund të ndodhë që ndryshon gjithçka. Ju nuk jeni më personi që keni qenë më parë dhe kjo kërkon një vendim të ri. Por menjëherë pas kësaj kemi eremitin dhe ju tërhiqeni, jo sepse nuk ndjeni, por sepse ju duhet të kuptoni të vërtetën tuaj. Ju nuk doni më iluzione, doni vetëm të vërtetën. Më pas kemi kartën e të dashuruarve. Dhe kjo nuk është vetëm karta e dashurisë, por është karta e zgjedhjes së shpirtit. Pra, gjithsesi kjo kartë nënkupton një zgjedhje, duhet bërë një zgjedhje dhe ju jeni përballë kësaj zgjedhje, që mund të jetë të zgjidhni një person, të lini pas një person, të zgjidhni veten ose të hyni në një lidhje që është shumë më e vërtetë se më parë. Po kjo lidhje nuk është më sipërfaqësore, ka një dimension shpirtëror dhe kërkon ndershmëri totale. Pra, me pak fjalë, ju nuk jeni më të njëjtët, ju nuk mund të pranoni më gjysmë dashuri, gjysmë prani ose pasiguri. Një person mund të shfaqet me intensitet, por ju nuk do të nxitoni. Ju do të vëzhgoni, do të dëgjoni intuitën tuaj dhe në fund ju do të zgjidhni atë që përputhet me shpirtin tuaj, jo me frikën tuaj. Prandaj dhe kartat këshillojnë që të mos veproni nga vetmia. Ju duhet të veproni nga vetë respekti. Nëse kjo lidhje është e vërtet, ajo do të qëndrojë edhe kur ju të merrni kohën tuaj. Kalojmë tek puna. Në punë kemi hënën, 8 monedhat, 8 shpatat, 9 shpatat në të kundërt. Hëna tregon konfuzion, mungesë informacioni ose ndjenjë ankthi për drejtimin profesional. Ju mund të mos shihni ende rezultatin e përpjekjeve tuaja. Por 8 monedhat është një kartë shumë e fortë edhe ju jeni duke ndërtuar diçka reale, po mësoni, po përmirësoheni, po investoni ndoshta në veten tuaj ose në diçka. 8 shpatat tregon se kufizimi më i madh është mental. Ju mund të ndjeni të bllokuar, por ky bllokim nuk është absolut, është një perceptim që mund të ndryshojë. Dhe më në fund 9 shpatat në të kundërt që është çlirimi nga ankthi. Ju filloni të dilni nga frika, të dilni nga mbi ngarkesa psikologjike, filloni të merrni frymë lirshëm. Kartat këshillojnë se ju duhet të mos besoni çdo frikë që mendja juaj krijon, sepse jeni më afër stabilitetit nga sa mendoni. Duhet të vazhdoni të punoni me përkushtim, sepse rezultatet mund të duan pak kohë që të vinë dhe të çelen. Kalojmë tek Prism Oracle ku kemi Strength, forca. Kjo kartë është thelbi i gjithë kësaj jave. Forca tregon që ju nuk e keni forcën, domethënë në kontroll. Forcën e keni në durim, është në aftësinë për të mos reaguar nga plagët, por nga vetëdia. Ju nuk po bëheni më të fortë duke luftuar botën.
po bëheni më të fortë duke çliruar atë që nuk është më për ju. Pra, kjo është një javë ku ju çliroheni nga një lidhje, një frikë, ose një version i vjetër i vetes, një e vërtet del në sipërfaqe në dashuri, edhe ju merrni një vendim që ndryshon drejtimin tuaj emocional. Familja është një burim stabiliteti dhe shërimi, ndërsa në punë paqartësia fillestare do të zvendësohet gradualisht nga qartësia dhe lehtësimi. Me pak fjalë, ju nuk jeni më personi që pranon më pak nga sa meriton. Paçim!